Në Bregdetin e Vlorës, dhe këtu është një fenomen i çuditshëm. Bashkia i ka shpallur luftë balozit të detit. Janë ndëruar disa kryetar bashkisë dhe përsëri lufta me balozit e detit vazhdon. Për shembull, filluan investimet dhe e kufizuan balozin me muret të trash guri. Dhe kjo është bërë disa herë nga kryetar bashkisë të ndryshëm në qytetin e Vlorës. Tashti do t'i futen një investimi tjetër se balozi ka ndryshuar drejtim. Një projekt tjetër tashti duhet bërë me gur më të mëdhenj. Balozi ka marrë krejtë që nga vishtot. Kjo është historia e bashkisë me shumë kryetar të radhës në luftë kundër balozit të detit. Që besoj, t'ua them shqip, janë ujrat e zeza. Me kaq miliona lekë sa janë hedhur, do ishin gjetur një zgjidhje. Për televizion apo vonë, Artur Rustemi. Faleminderit për mirëkuptimin.